Shkodranët festojnë mes lulesh dhe këngësh ardhjen e pranverës. 6 maji është kthyer tashmë në një festë tradicionale që prej vitesh bën bashkë të vegjël dhe të mëdhenj, ku të gjithë i këndojnë luleve që sjell pranvera. Kjo e diel shënoi çeljen zyrtare të festimeve që do të zgjasin për 4 ditë. Sipas organizatorëve, kjo festë përfshin një sër aktivitetesh që nisin nga më të vegjëlit dhe deri tek të rriturit, duke krijuar një atmosferë festive në çdo cep të qytetit. Janë mendu 4 ditë program, paraditet dhe masditet, mushur në plot me animacione, me panajire që do të jenë pranishme pothuajse gjatë gjithë kohës. Janë të mendu me 2 pedonalet kryesore të Shkodrës, pedonalja këtu pra në sheshi Kafja Madhe dhe Gjuha Dolit, të mbushur në plot me fëmijë, po ashtu hapësina për të tanë të rinj. Është ka kënaqësi që ne si çdo vit jena pjesë edhe këtë vit e festivalit luleve, se kështu do të quhet festival, me shumë ngjyra, me shumë atmosferë, është një emocion, është përgjegjësi e madhe, edhe sigurisht jena mundu me prezantu më të mirën tonë, në disa mënyra të ndryshme, e kompozimeve e tjerë. Festa duket shumë mirë, atmosfera shumë e bukur, njerëzit kanë interes, dhe Shkodra është e luleve. Shumë bukur, shumë gjallëri, Shkodra versi lule, harmoni, gjallëri, fëmijët lumtur, shumë bukur, janë shumë të kënaqur. Sot që Shkodra është e mbushur me ngjyra, por si një lule. Unë kam 2 vite që po e bëj këtë gjatë, që rris flutrat vet në kopshtin e flutrave Eterna Leden, në Vaudejes, në Mjet, dhe me ftesë të bashkisë vendosëm të organizonim këtë gjatë, që përveç luleve të sjellim edhe aktorin kryesor të luleve, flutrave që bëjnë në natyrë ka një simbiozë perfekte. Shumë mirë, sot është dita e parë e festës luleve, unë po kënaqem, hajdeni në Shkodër. Panajiret e luleve, muzika live, lojërat për fëmijë dhe aktivitetet artistike në mbrëmje janë vetëm disa nga elementet që kthejnë Shkodrën në një qendër gjatë festës së këtyre ditëve, duke bërë festën e luleve një nga ngjarjet më të bukura të pranverës në qytet. Në oborin ku lulëzojnë qindra lule dhe për të cilat janë shkruar më shumë se 150 tekste këngësh, nuk ka se si të mos ruhet dhe për cilat ndërbreza kjo traditë.